Besoj që ndoshta këta lojtarë cilët janë aty brenda, këta që nuk janë emra të njohur, produksioni ka parë diçka për shkak. Ti po thua të përmbushën disa parametra. I kanë përmbushur disa parametra, po. Mbase kanë mendoj unë sepse se ka parë diçka se kot nuk janë aty domethënë. Po, normale që kot nuk janë aty, po me çka kanë parë vitet e kaluara të Bigu, përdoret shumë edhe pjesa e historisë private. Njerëzore, pjesa e historisë private, edhe mbase domethënë disa që nuk kanë shumë emër aty, mbase kanë një histori private goxha të fortë. Plus edhe ku di unë mund edhe nga që me çka kanë parë vetëm Stine që është i martuar, Miri, ai djali tjetër që nuk jam mbaj mend emrin, që edhe nuk e di se çfarë VIP ishte, Iliri po ishte edhe i djali tjetër që punonte në ndërtim, që nuk e di se kush është ai. Jo Shkodrani, jo. Ishte ka qenë një tjetër që ishte domethënë ishte punon në ndërtim, nuk e di se kush ishte fare, se kam iden. Pjesa tjetër janë single, edhe mbase thjesht I kanë futur edhe për pjesën domethënë për të krijuar edhe çifte. Ndonjë marrëdhënie. Mund të krijuar edhe çifte. Se për shembull, çka ka ai Angelo, çka ka ai? Angelo Haruni. Ai domethënë moderator. Po shohun po I vjen shumë nga brapa Brikenës. Po. E pamë sot mëngjes u habit kur e pa ndush Brikenën, nuk e di pse I qëndroi aty. Po rrinte aty dhe po I thoshte nuk këndon ti ndush e bandaj. Mendon se do keni romancë midis atyre të dyve, mund të ketë diçka. Nuk e besoj, po me çka kam parë nga pjesa e Brikenës nuk e besoj, sepse ajo e ka shprehur që nuk do shqiptar. Me çka kam dëgjuar unë nuk do shqiptar. Plus edhe kur e ngacmuan ata për pjesën e Kristit, që I than po flirton me Kristin, I pash dietën natën, nuk kisha çfarë. Deri në 5:30 ata po ndiqen. Okej, çonke ndjekës I zjarrt, okej. Ti e fikse të fantabi, Fiks. Shohim. Po I kishin thënë Brikenës që po flirton me Kristin, edhe I kishte thënë mos të dëgjojmë këtë gjë sepse kemi familjarë që na ndjekin, nuk janë këto batuta për të bërë. Si duket është pjesa e saj që nuk do të afrohet me asnjëri dhe nuk besoj të afrohet vetëm për pjesën që e ndjek familja. Kupton dhe kush e di çfarë mentaliteti ka në fundit se secili ka mentalitetin e vet. Për Angelo nuk themi që është domethënë pjesë e skuadrës së Top Channel, është moderator, ka një emision e vet ekonomie në Top Channel që moderon. Mendon se ja ka dhënë këtë shtys topi për t'i dhënë një zë, se le të themi që emisionet e ekonomisë nuk është se janë kaq shumë të përshafuar atë ndjekura, mendon se është një shtys për të lartësuar një imazh që punon në Top Channel. Sepse për çfarë arsye pastaj e nxorën direkt që ishte konkurrenti I parë që u bë zyrtar në Instagram. Zyrtar për t'i dhënë më shumë buja, po jo, një trampolin për t'i dhënë më shumë zë. Pjesën tjetër domethënë të konkurrentëve nuk e prezantuan fare, kupton? Siç mund ta kenë bërë edhe vitet e kaluara që thjesht I kanë bërë një foto të syrit për shembull të konkurrentëve dhe I kanë nxjerrë që gjeni konkurrentin se kush është, ndërsa këta thjesht e nxorën direkt.